Denisa Kele, mirë se më vjen në podcast. I uroj mirëseardhjen edhe shoqes tënde që nuk duket, po është spektatorja në prime time. Tani do ta nis një pyetje më vështirë, zakonisht ndërtohen ngadala rrihet tek pyetja e vështirë, duke u munduar pra teknika e intervistës për ta zbutur të ftuar në këtë rast. Në një status timin të para disa ditëve, pas zgjedhjeve për kryesi, një komentues thoshte që ku e keni gjetë këtë, pra për ty, që erdhi nga PS-ja etj dhe referoi një intervistë tënde për kryeministrin Rama në podcastin e tij. E kujton atë podcastin, besoj? E kujtoj, patjetër, po. Shiko, kjo pyetje ishte interesante. Unë vetëm me këtë pyetje nuk e mendoja që mund ta nisem intervistën. Tash mund të më pyesi çdo gjë të mundshme, letërsi, poezi, inteligjencë artificiale, por nuk e mendoja këtë. Do shkojmë atje. Shiko, më bëhet shefi që ka komentues që e para më ndjekin, e dyta që ndoshta ajo intervistë ka lënë një lloj gjurmë të caktuar se që komentuesi mban mend që un kam qenë. Unë për një kohë të gjatë, pra nuk kam mbajtur vullën e një partie. Dhe përveç se nuk kam mbajtur vullën, patjetër që oponencën e kam bërë, pra unë në atë imazhin tim publik patjetër që e kam si opozitare në thonjza, por individuale, pa pasur logon e një partie të caktuar. Kështu që mendimin tim e kam shprehur për herë hapur, për çdo gjë që ka pasur lidhje me teknologjinë, për çdo moment, aferë që unë e mendoj që është bërë padrejtisht qytetarëve. Ai ka qenë një podcast që unë jam ftuar nga kryeministri në atë kohë për të folur mbi teknologjitë më të fundit, mbi inteligjencën artificiale dhe aplikimet e inteligjencës artificiale, ndoshta në atë kohë në administratën publike, por që duke ju referuar që ajo është një intervistë para 4 apo 5 vitesh, 4 vitesh ndoshta, ka qenë më shumë pjesa e fokusuar e asaj që unë e kundërshtoj sot me pathos shumë të madh për mënyrën se si është realizuar përdorimi i inteligjencës artificiale në prokurimet publike. Pra, atëherë s'kishte një diell, por pra diella është rezultat, po e them, ndoshta i asaj bisede atëherë. Në kuptimin e rezultatit i asaj se e prodhoi biseda e Ramës me ty, apo shiko, nuk mund të mendoj që biseda ime me Rama mund të ketë prodhuar diellën, s'ka qenë kaq e. Ndoshta kam marrë një indicje nga ajo çfarë un kam pas në mendje atëherë për sa i përket inteligjencës artificiale dhe prokurimit publike, që e kam akoma patjetër. E kam bërë në prezantimin, e kam thënë në prezantimin që kemi bërë departamentit pranë Partisë Demokratike. Pra, në mendjen time unë e di shumë mirë se si duhet përdorur inteligjenca artificiale në administratë publike dhe mbi gjitha në një departament institucion që është kaq delikat. Të rrim pak te Rama, se pastaj e zgjerojmë, pra e bëjmë më të thellë. Të rrim tek po themi një bisedë e cekët në kuptimin e Ramës si përfaqësor kryeministrit. Si tu duk Rama, si të priti, cilat ishin mënyrat e tij të sjelljes e tjera. Pa çfarë vibe-it të dha, për të përdorur një term të Gen Exit. Unë jam person që edhe këtë ndoshta në ato bisedat private që bëjmë bashkë, të rishem shumë nga energjia e personit edhe rrallë herë më gabon. Mund të them që ajo energjia po intuita që kam për një person në momentin e parë që e takoj, nuk më ka gabuar. Ajo ishte një intervistë në sensin që duke qenë se neve ishim të ftuar, ndoshta prisja diçka pak më të ngrohtë apo pak më komode, sepse gjithsesi ti je në një intervistë para kryeministrit vendit, që është pjesa që kryeministri i vendit ta bëj atë gjë që të rrjedhi apo që ti të ndihesh edhe pak komode. Rama ka një lloj si kishte këtë qëllim. Me atë që pash unë nuk kishte ky qëllimi, ose ndoshta ishte pa rëndësishme për të ajo intervistë, por nuk kishte ajo energjia që unë realisht prisja, ishte një energji distante, dhe përveç se distante, ndoshta ai shikimi që atë e karakterizon që
momente mundohet që të të vendosi pak në siklet me ndonjë herë dhe ndonjë frazë dhe ndonjë fjalë ndoshta të papërshtatshme për momentin. Tani si grua, jo vetëm si grua, por edhe si grua e zgjuar që e kupton çfarë një mashull po mundohet të përcjell. Tani më thuaj këtë, pra me intuitën femërore, a i duhej Ramës të tregonte ty se ai ishte kryeministri, ti e di që ishte kryeministri. Pa çfarë po mundohej të tregonte nëse shprehte distancë? Shiko, mendoj që kjo është ndoshta është sjellja e tij e zakonshme, ndoshta është sjellja e tij me të gjithë, nuk mendoj që ishte një sjellje pra nuk e bëri pikërisht për faktin se ndoshta ishim ne apo ishin të tjerët. Patjetër që një lloj distance atje u mbajt, edhe unë mund të ta them, por kam përshtypjen që sjellja narcisiste është e tillë, pra të diferencoj ty ndoshta në një lloj forme t'ia tregosh tjetrit që unë jam më shumë, unë jam ai. Pra kishte nevojë të impresiononte. Po nuk e mendoj këtë gjë. Ja, të më impresiononte. Ndoshta të impresiononte shikuesin, dëgjuesin, ose ndoshta ka qenë, unë e mendova në atë kohë. Çdo 6 orë në ditë. Unë atë kohë. Kishte lënë. Unë në fakt në atë kohë e mendova duke qenë se kjo nuk ishte fusha e ekspertizës dhe aty në atë intervistë e vërtetova këtë gjë patjetër. E dim që Rama nuk ka lidhje me teknologjinë. Dhe vibe që më dha ajo intervistë ishte pjesa që mundohet kanalizohej intervista në ato çfarë ai aty ku ai kishte një kompetence për të folur. Dhe në momentin që unë apo doja të flisja për diçka tjetër dhe nuk perceptoja nga ana tjetër, përsëri shkonte aty në atë pjesë që ai dëshironte apo që kishte kompetencat e duhura. Dhe mendoj që ndoshta ishte në atë moment, unë mendova që ndoshta ishte tema e tillë që dhe ai nuk u përfshi aq shumë, por ishte shumë i ftohtë dhe racional në të gjitha ato që tha. Pas intervistës, ju ka kontaktuar? Jo, pas intervista u mbyll, kryeministri thjesht u çua dhe iku. Okej. Dhe ishte një kështu përshëndetje shumë e ftohtë, mirupafshim. Dhe si do të thonë nuk ishte e njëjta gjë. Nuk është si në ato romanet që me mbyllje, me një zhvillim, pastaj me një fund, jo, ishte i njëjtë. Por ajo energjia që më lasht, energjia që unë në sensin që atë çfarë kam menduar për të gjithmonë ma vërtetoj. Nuk i kam parë ndonjë podcast të jemi i ndershëm, po i kam parë fragmente një podcasti me një gazetare të huaj që jeton në Shqipëri, që është, më lër të kujtoj emrin tani, e bën podcastin tek Euronewsi, zonja Alice Taylor, unë kam, po themi, kam njohje me të. Dhe me të po flirtonte hapur. Po me gjithmonë. Pa me të flirtoj hapur dhe i përmendi diçka dhe për ngjyrën e flokëve dhe se si gratë me atë ngjyrë flokësh like to have fun, etc. Nejse, e kalojmë. Doja të më pyesje që flirtoj apo jo, kjo ishte pjesë. Flirtoj apo jo? Ndoshta unë nuk i kam ndjekur disa intervista, më duket sikur kjo është mënyra e tij ndoshta me një grua përballë, mbase për të zbutur pak bisedën, nuk kisha ndonjë flirt në sensin që ndoshta në një moment hapja ishte një batut që mua zakonisht më pëlqejnë, në momentin që ftohen për gjëra profesionale, nuk i kam shef komplimentet në bazë fizike apo feminile, po e them. Ishte thjesht një batut që ky emision është i bukur pikërisht nga kjo vajza e bukur që është këtu. Cili është komplimenti, me që e fsolle, komplimenti më që të ka pëlqyer më shumë? Në përgjithësi apo? Në përgjithësi, iku Rama, e lam Ramën në shetan lëkun e tij, se deshta shetni. Po, një ndër komplimente që mua më ka ngel në mendje, duke qenë se unë jam edhe natyrë lexoj, më pëlqen shumë të lexoj, të shkruaj, ti e di shumë mirë atë. Ishte ka qenë je vajzë si njerëzit shkruajnë libra për ty. Pra ti për lloji vajzës, personalitetin për atë që njerëzit mund të shkruajnë libra për. Kjo më ka ngel në mendje në morinë, se këto fiziket mua nuk s'më ka ngel në mendje në komplimentat fizik, nuk i vlerësoj, domethënë, nuk i vlerësoj fare këto shabllonat. Kjo i ka gjitha brenda, ka dhe fizikën kjo që. Po, në një lloj forme po, se ato personazhet kanë edhe një lloj atraksioni fizik. Gjithmonë. Të pëlqeu. Mund ta përdorësh. Jo, mund ta kem bërë dhe vetë, po jo me ty. Shqe mirë. Tani,
tek shkrimet, unë e di që ti shkruan, ke botuar një libër të cilin ta kam lexuar, e di që po bën një të dytë tani për vjeshtën e ardhshme të letërsisë që është në Prag, e di që po bën një betejë ideore me veten për titullin, ç'titull ti vësh. Pse shkruan? Kjo më pëlqen kjo pyetje. Në më kujtove një gjë, po nuk është rasti ta ndaj. Mund të ishte fare mirë duke qenë vetëm muza e të tjerëve. Të shkruanin të tjerët për ty. Është një pyetje, ndava diçka me dikë, bashkë më duhet të them, para kur kemi qenë në një ndër këto bisedat tona, dhe tash gjëja që më bën më shumë përshtypje është që në Shqipëri nuk e vlerësojnë pjesën e shkrimit dhe i duket si humbje kohe. Ndërsa unë mendoj që koha më produktive që unë kam me vete, dhe jo vetëm me veten, po në funksion të shpirtit tim, në funksion të mendjes time, është pikërisht koha që unë shkruaj. Është një gjendje që unë nuk mund të them që jam introverte, nuk jam introverte, jam person që edhe i flas gjërat e mia, por ajo pjesa e shkrimit është tjetër gjë, është sikur unë nuk riveloj vetëm veten, por riveloj edhe të vërtetat të vetes time që i kuptoj deri në momentin që i shkruaj. Pra kur unë i lexoj ato gjëra që kam shkruar, kam kuptuar që kam hedhur aty një pjesë të panjohur të shpirtit tim. Dhe është ajo mënyra se si unë zbrazem. Pra zbrazem nga gjërat që kam mbajtur, por përveç kësaj më bën të kuptoj që deri në momentin që shkruaj, që nuk e njoh veten time 100%. Pra në çdo poezi që unë shkruaj, në çdo vepër, në çdo faqe, unë sjell një pjesë të vetes që nuk e kisha njohur më parë dhe mund të them që më surprizon. Teksa ti po më thoje këtë, më kujtuaj një shprehje që kam lexuar diku, ndoshta edhe e kam imagjinuar, po përputhet me këtë që the ti. Shprehja është, unë e kuptoj çfarë mendoj vetëm kur shkruaj. Është shumë e bukur. Dhe përputhet me atë që the ti. Tani përveç kënaqësisë që e kuptoj që ta jep, edhe të mundon, ka mundim të shkruarit, apo është një gjë që e bëj për shef? Jo, nuk ka. Për shembull, unë nuk kujtoj, kam një blok shumë të madh. Pra flitet për mundimin e fletës së bardhë. E ti këtë mundimin e fletës bardhë, të cilët duhet ta nxish në kuptimin që do ta mbushësh? Unë mendoj që çdo kush e ka. Pra, nuk e di, po flas për vetes, do të generalizoj me të gjithë autorët. Unë mendoj që, të paktën unë, nuk kam shkruar asnjëherë kur kam qenë mirë. Në sensin që në ditët e mia që unë jam mirë, apo jam shumë mirë, apo ndihem mirë me veten, ndihem mirë me jetën, e kam pothuajse të pamundur të hedh tre rreshta. Shkrimet e mia më të bukura janë momentet që unë jam e mbushur, pra ka një situatë, ka një kujtim, ka një elektrike nga jeta. Ka një nostalgji, ka diçka, kështu që patjetër më merr mend. Edhe do t'rregoj një episod para 4 ditësh, jam gati në përfundim të romanit të dytë. Dhe në momentin që po shkruaja, mamaja ime ishte aty afër meje, po merrem me ato gjërat e veta dhe unë kisha hedhur një pjesë, është një pjesë që mund të them është emocionale. Në një moment që ka dozat mjet, pa e kuptuar aty brenda kur e rilexova, pash që kishte goxha dozat mjet dhe isha e gjeta veten duke shkruar dhe ndërkohë që më binin lotët. Edhe mami që kthehet dhe thotë që po një njerëz që të qaj me gjërat që shkruan vetë. Nuk e di nëse ekziston tash, unë nuk e di nëse ekziston njëri që nuk qan me gjërat që shkruan vetë. Kështu që nuk mendoj që një autor mund të shkruaj diçka që nuk e mban shpirti i tij, një eksperiencë që ka kaluar ai, apo një eksperiencë që ka dëgjuar, apo kështu që pra ka mund të madh. Sigurisht ka mund të madh. Tani mund të përgjigjesh telefonit. Jo, po gjithmonë, se do ishte interesante. Mami që po qan me pjesën e manuskriptit. Mami që pas ke pas faqe që qartë domethënë. Të mora se pas e patë të drejtë Denisa. Ke ndonjë autor shqiptar që e ke të parapëlqyer, që të pëlqen?
Së fundmi kam lexuar veprën e Leas. Edhe mund të them që më impresionon, më pëlqen stili, më pëlqen mënyra. Lexove romanin është romanin, është shumë interesante. Pastaj autorët e vjetër patjetër, Dritor Agolli, janë muza. Kujtohet në gjë nga Dritor Agolli? Na tani jo. Po ta dia mund të kisha lexuar një poezi time. Po e lëm për në fund poezinë tënde. Ismail Kadareja. Po, edhe Ismail Kadareja. Cili është libri i tij? Kështu duke menduar tash një flashback të më pëlqen. Florentina, Prilli i Thyr, Kështjella. Jo. Shiko, kush e solli Dorentinën më ka impresionuar. Ura me triharqe. Edhe Ura me triharqe më ka impresionuar. Jo kaq shumë. Ura me triharqe më ka pëlqyer. Dhe patjetër kush solli Dorentinën dhe shkruaj vepër, kështu që po. Kadareja s'po futemi te Kadareja, ose desha të kontroversialiteti i tij si autor, pra Kadareja shkrimtari i madh me një kadare për i cilit shqiptarët kanë pritur dhe gjëra të tjera që për mua s'kishte pse t'ja jepte, se duhet më mjaftonte shqiptarëve tani që ai është shkrimtar shumë i madh. Nuk duhet të prisin që të ishte edhe marangoz, edhe president, edhe orakull. Shqiptarët e kanë këtë gjë. Okay. Po kjo është mënyra për ta zbritur dikë nga pjedestali ku ai person ka hyrë pa ndihmën e shqiptarëve. Me ndihmën e gjuhës shqipe, sigurisht, por pa ndihmën e shqiptarëve, ta pranojmë këtë. Dhe mua më gjepste për keq gjithmonë kjo dëshira ti ke një ikon, po në thonjza një ikon të vetë krijuar, që është atje lart, ti s'ke bërë ndonjë gjë për të, dhe do ta zbresësh patjetër për të thënë që po ky ka edhe ca njolla si këta të tjerët. Nëse kjo ishte për te. Jo, është mundimi i shkrimtarit. Interesante. Shiko, unë të ta lidh me veten këtë pjesën. Për shumë vite, për shembull, kam qenë shumë kërkuese kundrejt vetes time. Dhe përveç se kam qenë shumë kërkuese, doja që gjithkohë të bëja mirë gjithçka mirë. Dhe nuk e di pse ndoshta më është dashur të bëj ekzibicionizëm që në rrethet ku isha të gjithë të më donin, të gjithë të më pëlqenin. Nuk e di. Kam përshtypjen që është kështu një traumë fëmijërie. Mos të hym se pjesë e kam shpjeguar në libër. E kam shpjeguar në librin e parë. Edhe më kujtohet anyway, ku lexoja një koment negativ në intervistat e mia ose diku ku unë isha shfaqur edhe shikoja një koment negativ se ke ide sa më prekte. Edhe rria mendoja me vete, dhe po, okay, unë jam një vajzë e shkolluar, pedagoge, flas për teknologjinë, flas për një gjë që jam kompetente, dhe më s'ka ndonjë gjë për të çarë këtu. Pse duhet patjetër që të kisha këto komente bullizuese që s'kishin vend fare domethënë me pozicionin tim. Edhe më kujtohet që takoj një profesorin tim që është izraelit edhe gjithkohës e bëja këtë bisedë me të. Më thotë që nuk e kuptoj dot sepse ti do të zgjidhësh enigmën e botës, domethënë njerëzit kur kishin ndonjë gjë për të thënë, tha kishin kaq shumë gjëra për të thënë dhe për Jezu Krishtin që edhe aty ta gjetën diçka për ta, kështu që shqiptarët mendoj që është globale kjo, ne patjetër që e kemi pak më shumë theksuar që kur e shikojnë tjetrin që ka një lloj aure tjetër apo kur nuk munden që të thonë diçka për. Ta them një gjë më thjesht për këtë. Tani ai që ta zëm, janë kryesisht burra këta sharsit, 99%, edhe ndonjë grua xheloze sigurisht, por në rastin e burrave. Tani ai burri që sheh Denisën dhe në shtëpi ka një grua mbi peshë. Do të është ky rasti? Po jam i sigurt që në shumë të kohë është ky rasti, sepse është një problem psikologjik këtu, nuk është. Pra ta pranojmë që ka një gjë që e bën dikë të ulet dhe të shkruaj një koment negativ për dikë që se nje, që s'po i bën gjë, që po flet një gjendje brendshme. Dhe që po flet një gjë për AI. Kur ai që bën komentin jam i sigurt që nuk di asgjë nga AI, pa nga e ka nga ajo trauma e fëmijërisë ose jo që ti thua që mund të jetë trauma fëmijërie dhe pranon, por ai nuk e pranon dot.
dhe kërkon tash shpagimin e kërkon tek diku tjetër. Është një e kam dhënë këtë mundimin për gjetur çfarë janë ta njerëz, çfarë kërkojnë, është një çfarë duan, frustrim i duan të brendshëm. arrijnë. Është një frustrim i brendshëm. Është një frustrim i brendshëm. Mirim, është mirim. Ajo që unë që më bënte përshtypje ishte kjo, ishte pikërisht ky imazhi, ky vizioni që solli ti tani dhe unë kam në mendje, domethënë njëri i shtrirë në divan, po flisë për Berishën për Ramën, po flisë për AI. Pikërisht. Më thonë kisha këtë, e kam këtë vizionin, gjithmonë them se si mund ta si funksionon kjo lloj mendje, domethënë kjo lloj qasje. Që ti thjesht je në divan e shtëpisë tënde, shikon një personazh aty dhe aty në atë moment i zgjedh ta denigrosh. Bëj një eksperiment, kur kam nge, futem dhe u shoh fotot. Dhe shumica atyre që shajnë ka një veti. Foto profili ose çfarë quhet, foto coveri kanë një ambient ku janë duke ngrënë. Pra ka një tavolin ose janë me kanotierë. Kjo i bashkon. Edhe barku. Jo e vërtet. Pra kur kam ka një emërues përbashkët gjithmonë. Kush janë këta demontuesit e mi, se dua të njoh nga afër. Edhe janë të gjithë shumë me pjata të mbushura, plot me mish. Ka një emërues përbashkët. Ka një emërues përbashkët. Po mua atëherë më lëndonte kjo, sa e marrim me të qeshur tani. Traumat e fëmijërisë. Mund të tregosh mua dhe shoqes? Shoqja është... Por ta prezantojmë shoqen dhe ta bëjmë anonime? Po ma e prezantojmë, Jolanda është mikesha ime më... Jolanda, mirë se erdhe. Një ndër... është një ndër mikeshat e mia më të mira. Fantastike, si nga ndonjëherë kjo që vjen shoqja e të intervistuar. Ndërkohë podcasti kthehet duke fol për shoqen, e podcasti më na shkalon mua. Veçantë këtë podcastin e kësaj herë. Është mikesha ime e fëmijërisë. Faleminderit Jola, faleminderit Denisa. Jemi mikesha është 19 vjeç, është një ndër ato misit që s'ka të paguar. Pra nuk flet dot Jola për traumat e tua fëmijërisë. Jolanda të flasi për mua. Po, i gjitha traumat e saj dhe të po jo, nuk është. Nëse i tregoj. Shiko, unë në librin që kam shkruar, pra gruaja që nuk flinte kurrë, duke qenë se ishte vepra e parë, patjetër që pikëndisjen ta kishte edhe nga përjetimet mia. Aty ka përjetimet mia ka një pjesë. Aty janë gjërat të tua, pra në një farë mënyrë është një pjesë e madhe për jetë shkrimi. Po, është një pjesë e madhe e përjetimeve të mia. Në një moment nuk i kupton, në sensin që kur je pak më e re, nuk kupton mënyrën se si ti komportohesh, sillesh në situata të caktuara. Pra thua që pse e bëj unë këtë gjë? Pse kam këtë kërkesë? Do është ajo që unë preka pak më parë. Unë gjithkohës kam dashur që në sensin që nuk e kam menduar që unë thjesht e meritoj dashurinë. Pra, si në aspektin shoqëror, po dhe në aspektin personal me një partner që thjesht për mua shaqe thjesht që dikush të më doj për atë që jam unë, për Denisën. Dhe gjithkohës jam munduar që ta fitoj dashurinë. Dhe në ato kohë ndoshta nuk e kuptoja, pak më pas, duke qenë se kjo bëhet një lodhje shumë e madhe, energji shumë e sprekuar, pra që ti do të jesh më e mira, do t'i tregosh që je më e mira, do t'i tregosh që ti mund të bësh shumë, do t'i tregosh që ti je më e zgjuara, për ta mbajtur gjallë këtë gjë, pra se ti, pra unë nuk në perceptimin tim nuk ishte që të më doj sepse jam ky njeriu i zakonshëm kjo, unë do të isha patjetër një gruaje e zakonshme që të meritoja dashurinë e dikujt. Dhe patjetër që më pas me reflektime, me studime të ndryshme, me gjëra sa kam lexuar, e kuptoja që gjitha kjo lidhej me familjen time, me mënyrën se si unë isha rritur, dhe nuk mund të them që kam pasur ndonjë fëmijëri, pra në aspektet abuzues fizik, por mund të ketë qenë janë ato familjet tradicionale shqiptare që e kanë shumë të vështirë, për shembull ne them gjithmonë këtë mami i mërzitet, por ja them prap. Nuk ka qenë ajo energjia feminile në shtëpi, pra ka qenë një natyrë shumë e ftohtë, një natyrë shumë kërkuese, një natyrë që nuk e kënaqte një arritje që mund të kisha unë brenda vetes, patjetër po. Por ajo çfarë ajo mendonte për mua, ndoshta ishte më e madhe, ndoshta hiperbolizonte ato çfarë unë përfaqësoja. Dhe ishte gjithkohës që ti mund të bësh më shumë, ti mund të dalësh më shumë, ose një arritje ta diminuonte, e zvoglonte.
Pra që, nuk është ndonjë gjë e madhe. Pra dhe unë i kujtoj episode në të gjithë jetën time, pra edhe kur ishte ndoshta kisha fituar një olimpiadë, apo edhe kur mësueset e mia në atë kohë thoshin mamit që nuk ka nevojë të vish fare në shkollë se është shkollqyer, mos hajde për takim me prindër. Dhe nuk ma thoshte ndonjëherë këtë pjesën e gjës, po vinte në shtëpi dhe më thoshte që më bën përshtypje si ka mundësi që ky njeri që është në shtëpi jetë i njëjti me atë njeriu që thon këto mësueset. Pra se në shtëpi patjetër unë isha e përkëdhelura, fëmijë vetëm, kapriçoze ndoshta pak. Kur fitova shkollën e lartë, aplikova atëherë në 3D, të treja i fitova, nuk kishte ajo entuziazmi që wow, edhe pra këto arritje janë kaluar si të padukshme ndoshta, jo me qëllim, patjetër që jo me qëllim, ndoshta aq kanë ditur ose kanë menduar se kishte një shprehje për herë që thoshte që po të mbuh hipet të grihet mendja, dhe duash që të jesh gjithmonë me këmbë në tokë. Pra kjo ideja që nuk ta krijoni atë hapësirën që ti të kënaqesh me arritjen tënde, ndoshta të ndërroje pak, se fëmia ka një botë të tërën aty. Dhe kam përshtypjen nga e gjitha kjo, unë përpiqesha gjithmonë bëja një gjë më shumë në pritje të. Tani çfarë thotë jo kur ja thua tani si dy të rritur kur flisim. Aq kemi ditur. Shpreha është aq kemi ditur dhe unë patjetër që e mendoj që kjo është një gjë generacioni, pra generation trauma, që ajo është rritur ashtu dhe kur ne flasim, tani që unë jam e rritur që ta më trego për fëmirin tënde, kur dëgjoj femërinë e saj dhe mënyrën se si është trajtuar, se sa kanë vuajtur, si ka qenë marrëdhënia me prindrit, me nënën, pra praktikisht të kujton atë idenë që ti ke qenë një fëmijë në shërbim të këtyre dy prindërve dhe më pas u bëre një prindër në shërbim të këtyre dy prindërve. Pra nuk e kanë pas atë idenë, nuk kanë, po. Dhe thjesht ka transferuar në marrëdhëniet me fëmijët. Dhe mendoj që kjo është. Ndërsa unë e kam thyer në raport me djalin. E kam thyer aq shumë sa që mami pas më thotë që i vjen një prindër pa karakter. Se i arrit mendjen më shumë se duhet, i bën komplimente. Po, përveç se i bëj komplimente. Ti je më i miri. Nuk e kam shumë të ti je më i miri, por dua që ai ta ndjej dashurinë. Unë nuk jam më shumë te fjala, pra nuk është se unë e kam dashur në ndonjë moment, nuk e dua as tani që të vi mami ime dhe të thotë që ti je më e mirë, as ma ka thënë ku, dhe di që s'do ma thotë asnjëherë këtë gjë. Por ajo që unë kam dashur në fëmijëri është që ti ta ndjesh dashurinë. Pra, nëse nuk mund ta bësh, nuk mundesh ta bësh me fjalë, se mami im për shembull nuk është njëri i fjalëve në sensin që nuk i ka qejf këto të duat, por të paktën fizikisht, po dhe kjo fizikja ka qenë e largët, pra nuk kanë qenë ajo pjesa që ai të përqafoj, apo të puth, apo të ndjesh atë afërsinë, ngrohtësinë. Ndërsa unë me djalin jemi të pandashëm. Nuk nis mëngjesi pa puthje, pa përkëdhelje. Tani si ma shpjegon këtë tip se nuk e ke transferuar këtë ftohtësinë, distancën, traumën? Pra si e ke bërë thyerjen? Se unë mendoj që në pjesën e brezave do ekzistoj një pikë apo një person ku thyhet jo vetëm kjo traumë, po thyhen shumë trauma. Dhe në këtë pjesën e gjithë këtyre brezave, se unë përveç se kam folë me mamin, më pëlqen kam folë me gjyshen, kam dashur të di linjën historike të ngjarjeve të grave të familjes time. Rrëfyrje? Po. Je rrëfyr, dua ta ndërpres këtu, duke thënë që sepse njeriu rrëfehet pra për të zbrazur, e lëm atë se ti shkruan dhe zbrazësh duke shkruar. Pra njeriu o rrëfehet tek prifti, o rrëfehet te psikologu, ose shkruan, ose mban ditar. Ti ke bërë këto dy tjera, ti ke provuar rrëfim te prifti dhe te psikologu? Te psikologu po, te prifti jo. Shkoj te prifti kam ndërmend ta bëj këto 2 javë. Kam ndërmend ta bëj sepse do ta them pak më pas. Te psikologu po. Te psikologu po, sepse unë kam pasur nuk më vjen, e kam thënë, s'më vjen turp fare ta them, nuk e di sepse ekziston kjo pjesa, akoma ka ngel tabu kjo pjesa e një lloj, nuk e di çrregullimi psikologjik që mund të kesh të caktuar, dhe ka ngel tabu sepse njerëzit nuk e kuptojnë që ajo ka një piknisje, është diçka brenda teje që e shkakton. Ora, isha shqiptarët rrugëve si jetën si sillen, të gjithë e kanë patjetër. Thjesht duhet ta pranojnë. Por problemi i tyre është që se pranojnë dhe ju ashfryn dhe të tjerë. Duhet ta pranojnë. Shikon në trafik, në trotuar, në lokale, janë të
Duhet ta pranojnë. Unë kam pasur një sfidë shumë të gjatë, shumë vjeçare me krizat e panikut dhe në atë kohë nuk e flisja sepse më dukej një dobësi shumë e madhe e imje. Kjo pjesë, pra më dukej sikur më karakterizonte si gruan e dobët, gruan qaramane, gruan që ndoshta nuk di të përtypje emocionet e saj dhe manifestohen në këtë mënyrë. Ndërsa tani pas shumë vitesh mund të them me bindje që kjo është një veçori e njerëzve që janë të fortë. Kjo është një veçori e njerëzve që përballen me atë që përballen me emocionin, nuk e anashkalojnë. Nuk kam parë njerëz në jetën time që një pjesë shumë e madhe që e fshehin atë që ndjejnë, momenti që i ndodh diçka mund të bëjnë çdo gjë që është e mundur, vetëm për mos ta ndjerë dhimbjen e. Kurse mua më pëlqen të dal dhimbjes para dhe dua ta ndjej deri në palës dhimbjen, në një situatë caktuar. Pra jap kohë vetes që ta ndjej, jap kohë vetes që ta përjetoj, jap kohë që të më dhëmb, jap kohë që ta qaj. Dhe kam përshtypjen që kjo ndoshta gjeneron edhe këtë pjesën më pas, pra një atak paniku në një moment caktuar kur ti ajo gjëja bëhet pak më e papërballueshme, dhe pastaj ndodh edhe një mbilodhje nervore e të gjitha gjërave, sepse nuk është se kemi luksin që në përditshmërinë tonë të merremi vetëm me emocionet tona. Jeta është shumë e shpejtë, jeta ime e viteve të fundit ka qenë shumë e shpejtë, ka qenë me përgjegjësi shumë herë shumë të mëdha, përgjegjësi për veten, për familjen, përgjegjësi për djalin, dhe ndoshta në morinë e këtyre viteve unë u gjenda duke i shtypur emocionet e mia, ose duke i shtypur jo, po duke thënë që ka një kohë pak më vonë për juve, por ajo çfarë duhet bëj tani është të merrem me këtë gjë, të siguroj gjërat e mia, të siguroj fëmijën tim, t'i jap atij atë që duhet t'i jap, ndoshta 2 fish më shumë. Dhe ky ishte ai momenti pastaj që unë u ngarkova i shumë, sa që ishte e pamundur zgjidhja për të qenë në një psikolog. Dhe mund të them që i kam shijuar të gjitha ato seancat, ka pasur disa episode që unë, po të mi kishte thënë njëri, ndoshta do ta kisha totalisht të paimagjinueshme. Domethënë në episodet e mia me psikologën, unë kam rikujtuar gjëra që i kisha fshehur aq shumë, sa që në atë moment kur ja flisja më duket sikur ishte përjetimi dikujt tjetër. Dhe në një moment, nëse do ta ndajmë, është një moment shumë interesant. Unë e kisha haruar në sensin që po e di që kam shkruar gjithmonë, por nuk e dija që kur kisha filluar të shkruaja. Kur ke filluar të shkruash? Dhe aty më kujtua një episod në shtëpi, në shtëpinë time, pas një situate që unë isha mërzitur dhe isha vetëm 8 vjeç. Dhe më erdhi si flashback një episod që unë kisha marrë një album, nëse i mban mend ato albumet e fotografive me nuse. Me atë nuse në faqen e parë. Ato mbajnë në nuset jo, po. Të gjitha kanë pas një nuse në faqen e parë. Dhe më kujtuaj që unë kisha shkruar diçka në kopertinë. Por në ato momente nuk e ndaja dot, ishte reale kjo gjë, apo thjesht ishte një pjellë e imagjinatës time në atë seancë që unë kisha. Dhe sa po dole nga seanca, gjëja e parë që bëra, mora mamin në telefon dhe i them, më gjej albumin me nuse. A është në shtëpi? I kam gjetur të gjitha, tash mundesh ta hapësh edhe hap faqen e parë dhe shiko, kam shkruar diçka apo jo. Shkon edhe e hap edhe më thotë që ke shkruar, po s'par vesh asgjë çfarë ke shkruar. I thash më mirë. Të lutem ma nis me foto, patjetër, po. E identifikova, jo, nuk e them dot. Ajo ishte një... Kishe urryer apo dashur dikë? Isha lutur. Ishe lutur? Po. E bukur shumë. Isha lutur. Edhe më kujtua kjo pjesa. Lutjet thuhen? Jo, isha lutur. Aty ka pasur një episod, o Zot, po. O Jezus, patjetër, Jezus Zoti ynë. Ka qenë fillimi, Jezus, o Zoti im, dhe në një moment ishte që jam shumë e vogël për të mbajtur gjëra kaq të mëdha. Të lutem më ndihmo, sepse ti e di shumë mirë se sa i dua unë të gjithë, domethënë. Kjo pjesa sa për t'i treguar që unë jam njëri i dashur dhe duke qenë se unë i dua të gjithë, unë meritoj që ti të më duash mbrapsht, të më duash back. Dhe kur ma ka nisur mami këtë gjë, tash aty ishte pastaj pjesa, tash ndoshta ky është
është një mesazh që unë të filloj të restore lidhjen time, të rikuperoj marrëdhënien time me Zotin. Prandaj tash do shkoj të rrëfehem, Të më thej për 2 javë. Është një mesh, po, duke qenë se këtë javë unë mendoj çfarë justifikimi festoj 40 vjetorin. Dhe thash pas 40 vjetorit, një javë pasi, me të gjitha ato që më mban zemra si një 40 vjeçare, do ta bëj patjetër, por Do shkosh këtu te katedralja. Te katedralja, po. Okay. Por nuk është se shkon në kish. Shkoj në kish. Unë jam besimtare, nuk jam praktikante. Patjetër që sa herë shkon në kish. Nuk shkoj shpesh, shkoj 3 herë, 4 herë në vit, jo ndonjë kështu, por dua që këtë bëhet pak më shpesh. E kam të nevojshme në këtë moment. Çfarë shenja dritarja e shtëpisë? Hënën. Jo, çfarë shet? Mendova Mendova se kush se unë jam gruaja e hënës dhe këtë e din gjithë njerëzit e mi të afërt. Çfarë pamje ke? Ke një pallat tjetër, një beton, shet diçka? Po. Kam disa pallate të tjera. Kam disa pallate të tjera. Mendova çfarë ka psyri im, se unë ndërkohë kam disa pallate të tjera, por shikimi im nuk është asnjëherë kështu paralel. Paris Review of Books para disa vitesh, ndoshta 10 vitesh, kishte një rubrikë me shkrimtarë të ndryshëm nga gjithë bota ku i pyeste çfarë sheh nga dritarja. Dhe ti shet pallate të tjera të njësa. Pa, ta çfarë shihni? Shumë të bukura. Ishte pyetur një shkrimtare Lulieta Dashanaku që tregonte për shtëpinë e saj në Kruj. Okej. Dhe ishte shumë idilike, shumë e bukur. Unë njoh Krujën, njoh dhe Lulietën, por ishte shumë idilike ajo që tregonte se ç'shite Lulieta nga gjymtimi kjo është traumë. Është. Që ti del në dritarë. Prandaj të thashë, mundohem që shikimi im nuk është asnjëherë paralel. Pra, të shikoj duke dashur që t'i shmangem. Ose një burr në balkon që po ha, ka një me kanatiere. Dhe ka marrë telefonin dhe po bullizon dikë. Duke sharmuar, mendoj çfarë ironi. Ose diçka tjetër. Çfarë paradoksi, kështu që shikimi im është ikëm përtej, jam gjithkohës kështu me syt nga. Ti ke orare të caktuara kur do të shkruash apo a ke ti një agjend shkrimtareje apo jo? Nuk e kam një agjend shkrimtareje, në sensin që dita ime është aq e mbushur, kjo ka ngelur akoma në cilësinë e një pasioni timin. Nëse do duhet ta bëja këtë gjë për gjithë jetën dhe nuk do duhej të ndoshta të bëja me kaq kohë të plot pjesën tjetër profesionale, dhe pse unë e dashuroj marrëdhënien time me studentët, impaktin që mund të kem në jetën e çdo studenti, në jetën e çdo kujt. Por do doja që të fokusohesha më shumë te pjesa e shkrimit. Domethënë, nëse do duhet të zgjidhja vitet e ardhshme, ndoshta pas 10 vitesh, kur të jem 50, kjo ai vizioni që kam unë në mendje, e pamja që mund të kem unë për jetën, është ajo një shtëpi në xhungël. Një shtëpi në xhungël ku të filloja të bëja çdo gjë from scratch, nga fillimi, të mbyllja, dhe pjesa tjetër ti dedikoj shkrimit. Domethënë kjo do ishte perfektja për mua. A mendon se e ke takuar dashurinë e jetës, hiq të birë që është dashuria e jetës, po dashuria e jetës në kuptimin që gratë dhe burrat të japin kësaj pyetje? Në këto momente do preferoja të thoja që jo. Shpresoj mos ta kem takuar. Shpresoj ta takoj. Pra, shpresoj mos ta kem ezauruar atë mundësinë të shkuarën. Por jo, nuk e mendoj. Mendoj që ajo dashuria në formën si e dua unë tani. Si e shoh unë tani, apo ti bëhet pak shefin vetes, atë çfarë meritoj unë tani? Po imagjinarja jote si vajzë vogël adoleshente. Se patjetër që vajzat të bëjnë, pra ndërtojnë atë imagjinaren e se si është dashuria e jetës. Do të surprizoj. Mendon që portreti që ke ndërtuar, kur them portreti them edhe i cilësive, jo i pamjes. Mendon që ajo që mendon Denisa tani, me atë që mendonte Denisa disa vite pasi kishte shkruar atë lutjen, mund të përputhen, mund të. Po,
Në disa gjëra po. Për shembull kujtohet që mami në familje ka qenë njeriu që punonte më shumë. Pra, i kishte orët më të gjata, punonte më shumë. Dhe ndonjëherë mua më vjen edhe keq në këtë pjesë, më duket sikur diçka ma ka trashëguar edhe mua. Dhe unë nuk e cilësoj veten tani se kur jam në atë pjesën time më feminile të mundshme, sa që her pas here kam kështu doza maskuliniteti dhe nuk më pëlqen. nuk më pëlqen. Pra duaj që ta ruaj atë feminilitetin në punë, në sensin që po kam doza. Nuk vin atë feminilen time. Në student, pra të treguar në shtëpi, ndoshta mund të bëj gjëra që si takoj një gruaj t'i bëj, por i bëj. Ashtu siç ka bërë dhe nëna ime, pra më duket sikur është një gjë ose e parë dhe e sjell ashtu, pra e kam parë, kam ushqyer dhe në një lloj forme vjen një moment kur rritemi, mundohemi pa dashje në subkonsciencë imitojmë karakterin e njërit nga prindrit, ndoshta të dy, njërit pak më shumë, tjetrit pak më pak. Dhe unë kam përshtypjen që këtë pjesë kam imituar nga mamim për të qenë kjo e forta dhe që bën dhe gjëra përtej asaj çfarë do të bëj një grua. Dhe kur kam qenë në momentin që isha e vogël dhe shikoja këtë raport që mami ishte ajo që punonte më shumë, pra nuk e bënte të pjesën feminile, unë i thoja që ajo çfarë imagjinoja unë ishte që gruaja duhet të jetë në një lloj forme jo në shërbim të burrit, por duhet të ruajë atë rolin, balancën e emocionale të familjes. Pra, dhe unë i theja, unë me burrin tim do jem shumë herë më e dashur se që ti. Pra, se nuk kisha ndonjë imazh që ata të putheshin, apo t'i thonin njëri tjetrit fjalë shumë tëmbla, dhe pse nuk e kisha parë, prapë në perceptimin tim ishte ideja që i marrëdhënia funksionon kështu, që përqafohesh gjithkohë, si thua fjalë shumë bukura njëri tjetrit, dhe unë i thoja, unë burrit tim do i them fjalë shumë bukura, madje, këtë nuk do ta bëja tani, por anyway, kur të jeti lodhur dhe këmbë do ja laj, thoja. Mendoj çfarë perceptimi. Kështu që këtë pjesën e fjalëve të bukura, e gjës që do të jenë feminile në shtëpi, pra unë ti përcjell të ndahen rolet. Edhe në aspektin energjetik, pra që ai ka energjinë maskullore dhe unë energjinë femërore, mos të ngatrojmë të lloj energjisë, pastaj fillon një mishmash i madh aty edhe nuk merret vesh. Këtë e kam akoma. Pra dua të jem ajo delikatja, ai njeriu që jep pak më shumë dashuri, pra edhe të folur, ndoshta, por edhe kështu fizike me kjo s'ka ndryshuar. Tani unë kam një droj për ty dhe do të pyes ty nëse është mund të jetë dhe droja jote. Është kjo që ti këtë dashurinë e madhe do ta zëvendësosh me të birë. E keti këtë frikë? Në kuptimin që ai do të jetë parsor dhe siç the që nuk gjeja kohë dhe isha gjithmonë duke rendur, do ta përcaktosh si prioritet edhe do të çedosh, pra do të shpërfillësh këto gjërat e tjera. Shiko, unë mendoj që apo jo, ja futa kot. Jo, se ke futur fare. Prioriteti i parë i një gruaje, megjithatë kur është nënë, është patjetër fëmia dhe unë kjo ndoshta ka qenë edhe arsyeja që edhe nuk ndihem jo në aspekt moshe, por ndoshta nuk ndihem gati për të pasur një relacion sepse e di që përfshirja ime ndoshta në të marrëdhënie nuk do jetë 100%, është ideja. Dioni është prioriteti i jetës time, për sa kohë që ai është me mua, edhe në këto vite derisa në një lloj forme të dalin në jetë, pra të formohet karakterialisht dhe të marrë një lloj rrugtimi të caktuar, është 12 vjeç. Kështu që këto janë ato momentet apo vitet që prezenca ime është totalisht e nevojshme në jetën e tij. Nuk dua të them udhërrëfyese, sepse unë e urrej këtë pjesën që prindi mundohet të induktoj mënyrën se si ai duhet mendoj, të sillet, të jetoj, të zgjedhë, nuk do ta bëj kurrë, por si mbështetja e tij më e madhe, ndoshta edhe patjetër me këshillat që unë mund të kem, pastaj në zgjedhjen e tij, nëse do t'i përdor, do t'i marr, do t'i përpunoj apo do t'i flaki, por që duhet të jem mbështetja e tij më e madhe pas një lloj kondicionimi, kështu që nëse do të duhet të zgjidhja, ku do të vrapoja, patjetër do vrapoja te Dioni çdo darkë, çdo mëngjes, çdo, nuk e di, çdo moment. Martesa, çfarë mësimi të ka dhënë? Shiko, martesa, ajo çfarë më ka bërë të kuptoj është që e kisha perceptuar gabim, pra
hyra në një martesë si një vajzë me besimin e dashuria e përjetshme. Pra, nëse ka pasur dy fjalë që unë i kam besuar totalisht, por që mendoj që tani duhet dalin nga fjalori gjuhës shqipe, është fjala përjet dhe fjala kurrë. Pra, jo fjala dashuri. Përjet të dashuruar, për shembull, ose kurrë të ndar, ose kurrë s'do të lëndoj, ose kurrë s'do të tradhtoj, domethënë këto janë fjalët që mendoj që duhet dalin nga fjalori i gjuhës shqipe. Unë hyra në një martesë me patjetër me këto fjalë, përjet bashkë. Martesa ka sfidat e veta. Martesa është nuk është vetëm dashuria me dy njerëzve. Është kompromis, është zgjedhje dhe disa njerëz vazhdojnë ta bëjnë këtë kompromise dhe këtë zgjedhje ndoshta deri në fund të jetës tyre. Disa njerëz zgjedhin që ndoshta nuk ka një arsye që ti të humbasësh veten në si mbështetëse e këtij kompromisi. Unë zgjodha këtë të dytën, në sensin që u mundova që patjetër ta bëja kompromisin, unë mund të jem njeriu që e dua familjen. Nëse ka një gjë që unë dua në jetë është familja, nëse ka një gjë që unë nëse mendoj në çfarë mua më plotson, çfarë mund të më mbajë të plotësuar është familja, nuk ka qenë perceptimi im për hershëm, nëse ka një gjë që mua mungon, prap mund ta them është familja, është ajo iluzioni i familjes lumtur perfekte që vini darkë dhe diskutoni ditët, raporti shumë i mirë me fëmijët, rrisim fëmijët bashkë. Pra më mungon kjo gjë, por absolutisht deri në pikën që kjo gjë të më zhbënte mua. Kështu që në momentin që kjo gjë mua po më zhbënte, po më merrte çdo ditë nga vetja, nga unë, mendova që ndoshta në kishte ngelur dhe një grimc dhe nisi aty brenda. Thash, jo, nuk mundem, nuk ka pse. Çfarë është një gjë që një burr nuk duhet ta bëj? Ka shumë gjëra që nuk duhet ta bëj, të më gënjej. Nëse është diçka që mënyra se si unë. Mos më thuaj një gjë kaq të përgjithshme, më thuaj një gjë të tipit te zonja te Madame Bovary. Okej. Është një pasazh ku kjo pra Ema e tradhton bashkëshortin me siç historia e famshme e romanit. Dhe një gjë që ajo thotë është shumë e bukur, është që nuk e duroja ti më shoq, pra të shtendosur dhe të çarmatosur, të veshur me robe de chambre dhe shapka. Pra një gjë të tillë që ti nuk ja duron një burri, pra burri në shtëpi me robe de chambre dhe shapka. Këtë kisha ndërmend, jo të më gënjej. Jo, e di se ta thash, okay, kjo patjetër që është generale, por unë sa herë që më pyesin që kush është personifikimi jot i burrit. Pra ta zëm një burr me kruajtse dhëmbësh. Një burr me gishtin në hum. Të gjitha këto. Një burr që ngre kanatierën mbi kërthin. Një burr që vesh kanatierë poshtë këmishës. Një burr me gishtin, po, një burr me thorin e gjatë. Me thorin e gjatë. Këto janë të gjitha këto, të betonë. Nëse mendoj atë kruajtsen e dhëmbëve këtu, nuk e di. Dhe atë thorin e gjatë nga ngelsi trauma nga fëmijëria, se kemi pasur një kushuri që sa që na vite në shtëpi, ishte gjithkohës me një shkrefse. Që e mbante këtu dhe gjithkohës kur e shikoja edhe si ka mundësi. Pas nevojë për çfarë lëndë ka ajo e shkerës? Çfarë është ajo magnet? Shufur, çfarë është ajo gjëja? Qëndez. Kjo pjesa karakteriale, pra mua sa herë që më pyesin për një burr, përveç këtyre tipareve që një burr barkmap, që kur vesh bluzën i duket kjo pjesa e kërthizës aty. Gjithmonë sa herë që më kam pyetur ka qenë që për mua i burr është sa fjala që mban. Dhe në jetën time kam takuar më shumë gra burra se sa burra. Them të vërtetën dhe mund të them që kohët e fundit janë gratë më shumë burra, domethënë kam takuar më shumë gra që kanë sedër, që e thon fjalën e mbajnë. Ndërsa për burrat është për një gjë e zakonshme. Dhe për mua, po, dhe për mua një burr që
nuk mban atë që thot, nuk është burr, pra burri është praktikisht për mua paralizohet me fjalën që mban. Pra atë gjë që nëse mua ma thua sot unë e di që ti je i huminit, ti do ta bësh atë gjë, nuk ka nevojë ta rikujtoj disa herë që ti ta bësh. Pastaj ka plot aspekte, vëmendja që sa vjen edhe. Shiko, unë do ta mbyll këtu Deniza, jo se dua ta mbyll. Takojmë në një episod tjetër. Jo, megjithmonë mund të vazhdoni edhe një orë tjetër, po s'duam të torturojmë. Pas librit të dytë. S'duam të torturojmë Jolandën e para. Dhe di që ju të dyja ke një drejt tani. Faleminderit shumë që na erdhën në podcast, ishte kënaqësi. Më shijoi biseda dhe mua. Si të duk? U kënaqa dhe isha. Okej. Ideale se. Si nuk ndërhyje fare. Ti ishe si ato që vinë shohin filmin dhe për të parë se cilat pjesë do të presin. Editor's cut. Jolanda's cut do ta quaj. Bërja 2-3 shenja aty. Unë e shikoja me bish syri se si lëvizin duart e tua. Faleminderit shumë. Më shijova shumë.